Vdekja, procesi patjetërsueshëm. Njerëzit vdesin çdo ditë. Të vdesësh është ligj hyjnor i Allahut. Dikush shijon më shumë nga të mirat e të këqijat e kësaj bote, dikush më pak e dikush as pak fare. Vitet, muajt, ditët, orët, sekondat janë të numëruara për secilin. Asnjë frymarrje më shumë ose më pak. Allahu i lartësuar në Kuranin Fisnik thot: secili njeri do ta shijojë vdekjen, e shpërblimet tuaja u plotësohen ditën e Kiametit. E kush manget zjarrit e futet në xhenet, ai ka arritur shpëtim. E jeta e kësaj bote nuk është tjetër, po os një përjetim mashtrues. Surja Ali Imran 185. Ashtu sikurse gjatësia, edhe pikpamjet e njerëzve karshi vdekjes ndryshojnë. Dikush e urren, dikush e do, dikush dëshiron t'ia sjellë vetes, dikush qëndron indiferent, dikush i friksohet e dikush e pret me mall. Gjithë kjo varet nga ajo se në çfarë beson dhe se çfarë janë pritshmëritë tua pas vdekjes. Për atë që nuk beson, nuk ka asgjë, po os një zbrasti e madhe jo ekzistente. Për ta, sapo të dalë shpirti nga trupi, gjithçka mbaron. Shuhet e tretet në errësirë dhe asgjë. Por për ne është ndryshe. Nuk mund të jetë kaq e thjeshtë, absolutisht jo. Ne që besojmë se vdekja nuk është fundi, por fillimi i ri, kemi pikpamje të kundërta me atë lart. Nuk tretet shpirti, por trupi bëhet pluhur siç ka qenë në fillim. Shpirti nuk zhduket, por kalon në një botë tjetër të përhershme, e cila ndahet në dy pjesë, xhenet dhe xhehenem. Dhe parsisht nga ajo që ka vepruar në këtë botë, dynja ka bërë një vend në botën tjetër, në ajret. Pra esenca është e shpirtit e jo te trupi. Pra vdekja në të realitetin e saj është një bukuri e trishtuar. Pse e trishtuar? Pasi që njerëzit janë të dobët ta konceptojnë kalimin nga një dimension në një dimension tjetër, dynja e ret, dhe posa dikush ndron jetë. I ka plon ajo ndjenja se më nuk do ta shohin, e shoqëruar me dhimbje dhe trishtim. Vërtet pejgamberi alayhis salam ka thënë që vdekja i ka agonitë e saj, dhe se patjetër që do t'i ketë, sepse është ndarje e shpirtit nga trupi, por nuk ka të bëjë fare me asgjësimin. Me asgjësimin nuk ka të bëjë, por me tjetërsimin patjetër. Sa po të kalojnë shpirtrat e njerëzve në vendet e tyre në botën tjetër, xhenet e xhehenem, do të pastrohet nga virtytet e këqija që i ka pasur në këtë botë. Përderisa disa e përjetojnë kënaqësinë e faljes dhe jetën me bollëk në xhenetet e Allahut të lartësuar, mëshirëplot, të tjerët përjetojnë pranimin dhe pendimin të shoqëruar me dënime në xhehenem për pakujdesitë dhe veprat e tyre të liga në këtë botë. Allahu na ruajt. Nuk do të bësh çfarëdo që të bien për dorë në këtë botë, dhe se të ngushëllohesh me atë mendimin e gabuar që do të vdesësh dhe do të mbaroj gjithçka. Jo. Do të vdesësh dhe do të filloj gjithçka. Je në një vend të izoluar, tokë, nga i cili mund të dalë vetëm shpirti pa trup. Vetë pamundësia jote për të deportuar jashtë këtij planeti tregon qartë se ti je i kufizuar, i izoluar dhe i mbikëqyrur në çdo sekondë të jetës tënde. Gjërat nuk janë aq të thjeshta sa mendon, dhe se ti nuk ke as pak pushtet, madje as mbi veten tënde. Ti je krijesë e një krijuesi, dhe si e tillë ke një Zot, Allah, që të ka krijuar dhe je komplet nën pushtetin dhe përkujdesjen e tij. Vullneti i lirë që ai ta ka lejuar është gjëja nga e cila duhet kesh frikë më së shumti, ama vdekja është përcaktimi i tij. Nuk ekziston vullneti i lirë në vdekje, prandaj edhe vetvrasja është rreptësisht e ndaluar. Vetvrasja është t'i japësh jetës aq shumë rëndësi sa të duash ta përfundosh. Një njeri që nuk i jep botës fare rëndësi e pret vdekjen me qetësi dhe me sportivitet si një proces i cili duhet kryer, por duhet kryer në kohën e caktuar, caktimi i Allahut, dhe jo në mënyrë të njanshme. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: askush prej jush të mos e dëshiroj vdekjen për shkak të një të keqeje që e ka goditur. Pra, nuk i takon njeriu që ta dëshiroj vdekjen, vetëm se punët nuk po ecin mbar, apo për ndonjë sprovë sëmundje apo fatkeqësi. Një njeri, besimtar i mirë, lutet dhe punon në përmirësimin e gjendjes së tij, dhe jo menjëherë zgjedh rrugën e lehtë, e cila fatkeqësisht do ta dërgojë në vuajtje dhe dëshpërim të përjetshëm. Në fund, vdekja do të vijë për atë që e do dhe atë që nuk e do, që e pret dhe që nuk e pret, që e beson dhe që nuk e beson, vetëm se mënyra ndryshon, po ashtu edhe destinacioni. Deri vonë ka menduar se të gjithë njerëzit e rënkojnë njëjtë në momentin e vdekjes, ama jo, kishte qenë mendimi i gabuar. Njerëzit e rënkonin në momentet e vdekjes në varësi të barrës së tyre që e kanë ngarkuar veten në këtë botë. Nuk është e njëjtë shpina e ngarkuar me atë të çliruar nga barra, ashtu edhe shpirtrat dhe rënkimet e tyre.